Vetëm se ne kemi hyrë në dhëqën e fundit të Ramazanit dhe kuptohet që dhëqi i fundit të Ramazanit është i veçuar me namaz të natë e prej tyre veçimi më i mirë është edhe nata e Kadrit. Do thonë e kërkojmë në natën e Kadrit, e lypmi natën e Kadrit përmes ibadeteve, adhurimeve, cilat do të qohë prej neteve, na jemi të gatshëm që me kërku dhe me thonë natën e Kadrit. Me qka? Me adhurim. Hadithët të shumëta që ku të ndodhë natë e Kadrit. Do thonë prej haditheve që i përmbyll gjitha hadithet tjera, është që profeti sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonë që nata e Kadrit lëviz. Do në çdo vit nuk jetë gjithmonë një natë e vetëm, mirë po lëviz. Mund me qenë nata 21, mund me qenë nata 25, mund me qenë nata 27, mund me qenë nata e 29, e kështu të mëra, dhe nata e Kadrit lëviz. Prej veprave ju vëllezër, veprave të mira në këtë dhëqën e fundit është edhe babu sadaka, çështja e sadakajës. Secili nga ne ta pyet veten e vet, do më thonë shkoj Ramazani, u afru dhëqi i fundit, sa kemi dhanë sadaka. Prej sebebeve kryesore, prej sebebeve عن سبب من الأسباب موصولة إلى الجنان الخلد الباب الصدقة. Për sebeve kryesore e cila është lidhje, e cila të qanë tek gjenetet e Allah të Azzawajal është çështja e sadakas. Shika, është çështja e sadakas. Sebebi ma kryesor që ty të lidh me çu te në gjenetin, e cila gjenetet të përgjithshme, të përhershme, është edhe sadakaja. Ikhwanja, sadaka tijaratan ma Allah, tijaratan lam tabur. O ju vëllezër e mi, sadakaja është tregtia te që e ban me Allahun Azza wa Jall. Tregtia te që e ban me Allahun Azza wa Jall. Një tregti e cila nuk humb kurrë. Një tregti të cilën nuk humb kurrë. Kur te e ban për Allahun Azza wa Jall, jep për Allahun Azza wa Jall, aja tregti nuk humb kurrë. Kam min malin rubbama tunfiquhu ala ma'ni ad-dunya tandam alayh. Sa prej neve kemi dhanë para, pasuri në të kohtën kur s'do të me dhanë aty dhe më pas i kemi ra shumë pishmani. Pse i kemi dhanë aty? Subhanallah. Secili prej neve e din se ku e ka dhanë atë pasuri, ku e ka shfrytzuar pasuri, se se ka dhanë për Allah, dhe njeriu e ndjen në zemrën e tij atë pishmanllokun. Atë pishmanllokun pse se kum dhanë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Lakin al-mal alladhi tunfiquhu fi sabilillah yabqa yartafa wa yakunu zadan talqa Allah. Mirë po, aja pare cila te e shfrytëzon, e jep në rrugën e Allahut, e jep për Allahun Azza wa Jall, e jep për Allahun Azza wa Jall. Kjo për ty gjithmonë ka me qenë, jep ka. Do t'jetë për gjithmonë, për Allah nuk humb kurrë. Kur s'ki me ra pishmani, pse i ke dhanë për Allahun Azza wa Jall. Yartafa, gjithmonë kja sadakat e cilën ti e ke dhanë, gjithmonë ka me ngritë Allahu Azza wa Jall. Do t'jetë për ty bagazh, ato ti që jep për Allahun Azza wa Jall, do t'jetë për ty bagazh kur e takan Allahun Azza wa Jall. E kur takosh me Allahun Azza wa Jall, Allahu çka thot? Ku ki bagazhin tonë tash? Kush bagazhi? Atë po na kur dojna me udhëzu, do të më bani kofer mazet, do të më marr këtë sanet mazeti. Zban do të më marr tesha, do të më marr ata, po? Pse kemi shumë mosafir dhe nuk dihet e kështu të më radhë. Mirë po bagazhin e ahiretit është sadakaja jote. E Allah e lypë, ku është bagazhi jote? Kush sadakon ti që i ke dhanë për Allah, kur takosh ti me ata? Kështu që ju vëllezër, جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني جنة.
Po I thot ky arabi I cili ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o I dërguari I Allah, më tregoni një vepër e cila mu shten në xhenet. Tregoni vepër e cila mu shten në xhenet. Shiko, ky arab, ky gatonar, për gatumit ka, për kërkan për profetit, veç një vepër që shten në xhenet. E sa vepra na I buni për me në xhenet. Një vepër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata pejgamberi po thotë Tashhad an la ilaha illa Allah. Dëshmon që nuk ka të adhuruar përveç Allahut azza wa jall. Pastaj çka më thot? Tusalli maktube. Mi fal 5 kohë namazit. Pastaj po thot, "O to khriju zakat." Me dhon zakatin. O to suma Ramadan. Pastaj po thot me agjëru muin e Ramazanit. Pastaj فقال هذا الرجل كبور ثار والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. I thot pejgamberit, pasha Allah I dërguari I Allah, çeta që vinjetet I mu unë krejt kam I bërë. As kam shtu ma shumë, as ma pak. Çeta që më thove, çta kam I bërë. Pastaj po thot pejgamberi, I thot pejgamberi sahabëve, shokët e tij, men yuridu an yanzura ila rajulin min ahli al-janna falyanzur ila hadha. Kush dëshiron me shiku këtë burr, që është prej banorëve të xhenetit, le ta shikon ç'tash. Shiko se që shfitohet xheneti. Njëra prej sendeve që fiton njeriu xhenetin, pejgamberi po e këshillon, çfarë thot? O to krijoj zakat, edhe me dhon zakatin. Emrana zakatit dhe sadakaja, edhe zakati është obligim në fenë tonë I vëllezër. Sahabët e kanë dhënë zakatin dhjeqen e fundit. E kush nuk jep zakatin, do të dënohet në ditën e Kiametit. Do t'ju nxirren sot për jashta. Do t'ju bëhet pasuria e tij, gjabër I madh do e kafshan fytyrën e tij, do e shtrëngon barkun e tij, do I thotë, do I të furtat, unë jam thot pasuria jote, unë jam thot zakati jot, që ti se ke dhënë për Allahun azza wa jall. Që na e kemi të obligueshme dhjeqen e fundit me dhënë zakatin, dhjeqen e fundit me shtu sadakan o ju vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Munia az-zakat fi an-nar." Ai cili ndalon zakatin, se jep zakatin do të ka vinë në xhenem. Subhanallah. Por çata e Abu Bekri mas vdekjes pejgamberit I ka luftu arabët, I ka luftu muslimanët, luftë ka bu me ta, përderisa ta japin zakatin. Që o ju vëllezër, o ju të cilë keni vesh dhe ndëgjani, obligimi mbi neve është që na me dhon zakatin. Obligimi mbi neve është që na me dhon sadaka. Mos të harrojmë këta gjëra që janë të fejes tonë. Pastaj po thotë Amir sallallahu alaihi wasallam, ma mana'a qawmi zakat malihim illa ibtilahumullah bis-sinin. Po thotë Amir sallallahu alaihi wasallam, një popull që ndalon zakatin dhe nuk e jep parën e tyre në rrugën e Allahut azza wa jall, nuk e jep në rrugën e Allahut azza wa jall, po thotë vetëm se Allah azza wa jall kam I qu atyre bela me vitet e tëra. Wallahi o që ka dalë qika për krake krejt s'mongan, heq për gjo heq. Wallahi këta, wallahi ata, wallahi djali s'mongan, wallahi gruja s'mongan, wallahi se ti ka me kja pasoni, po më nomin a krejt se ti ka shku e kështot me ra, kështot me ra. Shika se qysh ta qanë Zoti belajen, shika se qysh ta qanë Allah azza jall belajen, për shka që ti nuk bejep ato që danë më të mirën. Allah shka thonë nuk kene arrit më të mirën, veprën e mirë, po të ta jepni ato që e dani më së shumti. E kur e ta njeriu më së shumti? Parën, pasurin. E jepni ato në rrugën e Allahut azza wa jall. Pastaj ju vëllezër, as-sadaqa yasira hisan wa wiqaya lak. Sadakaja e cila është më e vogël, sadakaja e cila është më e lehtë, për ty është mbrojtje nga zjarri I xhenemit. Kur mëse në nëshmat vetën tonë, me thonë jape që çka me dhonë unë për pak sene, s'ka nevojë të atë xhamia për mu kur që e, për shka ka nevojë për 5 euro? Jo, 5, së është mbroj për ty.
është mburoj për ty nga zjarri I xhenemit. O ju vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë istatiru min an-nar walau bi shaqqi tamra. Po thot mbrohuni, ruhuni nga zjarri I xhenemit, qoft edhe me gjys hurme. Shiko, në qoftë gjys hurme ki mundësi me dhanë ata sadaka, jepe ata sadaka dhe mbrojo nga zjarri I xhenemit. Ky hadith I thret zemrat tona, e thret imanin ton. Ne veprat tona që I bojmë është që na mi largu zjarrit e xhenemit. Apo mirë, po shikosh ka botat pejgamberi. Mbrohuni, ruhuni nga zjarri I xhenemit, qoftë edhe me gjys hurme. A I ki gjys hurme, jepe ato në rrugën e Allahut, jepe ato sadaka. Se që qaja ndoshta në ditën e gjykimit mbron për zjarrit të xhenemit. Pastaj o ju vëllezër, rubana at-tamr wahid tunjike min an-nar. Kjo është subhanallah. Ndoshta një hurme te që jep, por Allah azza wa jall që aja të ban që më kanë shkaktar që ti me shpëtu nga zjarri I xhenemit. Një hurme e jep por Allah azza wa jall. Tunjike min an-nar. Prandaj një hurme në Allah me Zotin me të largu me shpëtu për zjarrit të xhenemit. Shiko se sa qysh po na tret neve profeti jon sallallahu alaihi wasallam, që na më mbrojt për zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj. Dhe na mundsot që na me dhon ato që është më mira, që më mbrojt domethënë nga zjarri I xhenemit. Pastaj o vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot: inna sadaqa لتطفئوا على أهل القبور حرها. Subhanallah. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot, më vërtet sadakaja e shuk për banorët e zjarrit e xhenemit, për banorët e vorrezave, zhegin e tëre. Ati po na kur t'jemi me një vend dhe na vjen nxet, kur t'jemi me një objekt dhe na vjen nxet, çka veprojmë na? Që të derën I të na vjen t'lladise, ose dritarë, ose diçka ngjeshme. Mirë po për banorët e vorrit, edhe na do t'himi aty, nëse dojmë na mu largu harraha, aja nxehtësia e vorrit, po thot e shumë, kush e shumë? E shumë sadakaja. Por këta edhe në hadithe tjera ka ardhur që sadakaja e shumë hidhërimin e Allahut azza wa jall. Edhe në hadith ka ardhur I vëllezër që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi. Thot çdo njeri, çdo burr do të jetë në hijen e sadakas të tij. Në ditën e Kiametit, dielli do të jetë mbi kokën tonë kaq pllak, dielli mbi kokat tona, Mirë po, ka me pot njerëzit nevojë për shka? Ka me pot njerëzit nevojë për hije. E pejgamberi po thot, do t'i ban hija atyre sadakaja e tëre. Do t'jenë në hijen e sadakajës. Dhe te e brejnë e shikon, së ka rejtë, kur aty po është nxehti I madh, dhe rejtë e mbulojnë atë qiellin ton, e qysh gëzohemi na, ashtu edhe njeriu në ditën e gjykimit e shen, rejtë mbi kokën e tij dhe thot, au, koka kja sadakaja jam me koka. Pastaj o ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson se çysh do të më dhon sadakan. Thot wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dhe për atyre që do të hinë 7 persona në hijen të cilën Allah azza wa jall e krijon atë hije,
Në ditën e gjykimit, Allah ka me kriju një hije dhe ka me qenë 7 lloj njerëzve që kanë me hinë atë hije. E këtë hije do t'janë edhe ata kush, e ata të cilët kanë dhënë me dorën e tyre, ndërsa dora e majtë të tyre nuk i ka pa. Çka do të thonë kjo ti që dëshiron me hinë në hijen e asoj hije që Zoti e krijon? Kur dora jote u zhbu me dhomë dhe kur dora jote anës tjetër u zhbu më fshet, kur asnjëherë ndoshta. Që tash është mundësia me i ful durve tua, me thonë dore djath, unë ka me thonë, dhe sa dore majt, më fsheta me thonë që mës me pa dorën e djath shka po jep. Subhanallah. Dërsa na sot e kërkojmë sadakan e juve, dhe kush prej neve e jep ata, kush prej neve e jep, kur vetë për Ameri për nga të regan që edhe gjymtyrët e tua mës me po njëri tjetrin kur t'jep për Allah në Azogje. Dërsa na po do të me u lyp juve, o sadaka për xhami. Dama, a pe kuptani o xhamat ku po lidhet kja? A pe kuptani kja ku po lidhet? Po lidhet me çështën e sadakas, na tut me dhanë sadaka, hiç pa ju thonë juve. Hiç pa ja rikujtu juve. Në hadithet që i kuptojme. Për vlerën e sadakas, se tek Allah Azza Jall ka vlerë sadakaja, o ju vëllezër. Gjithashtu ju vëllezër, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na tregon se popujt e mëhershëm se çka ka ndodhur me ta dhe çka do ndodh me ta kur ata do të paraqiten para Allahut Azza Jall. Dhe tregon Pejgamberi thot për një person i cili ja leton njerëzve, jep sadaka, ja leton atyre që kanë vështirësi. E pasaj Allah Azza Jall ati ja jep xhenetin dhe Allahu i thot të më thonë këti personit apo me lejkët thojnë fa undhiru musir au të gjawazu anil muassir fa adkhaluhu Allahu l'gjennet. Da më thonë për shkapi që Allah dhe gjerë e ka shti këta në gjennet këtë person, është shkapi që ky njeri ja ka letu atyre që ka pat nevoj me letu. Që nëse tanë ne bashkë me juve, me qenë prej atyre që Zoti më na shin në xhenet, t'ja letujme atyre të cilët kërkojnë sadaka. Ata të cilët kërkojnë sadaka. Pastaj vëllezër e fundit me këta, na bani Allah, jemi dheqen e fundit, është e mirë e juve vallahi, është e mirë me ja kujtu njëri tjetrit për vlerën e sadakas. Në hadith ka ardhur inna malakan bi babin min abwabil janna yaqulu Men yukridu l'jaume yujza ghadan. Dhe Ameri për nga të reganë thët, melejku do t'jetë për para për i dyrëve të gjenetit. Dhe do të thët, kush është ai i cili për sot ka dhanë borgje e na do t'ja kthejmë i qëtash. Shiko subhanallah. Qështat Allah në kanë, men dhe ledhi yukridu Allah qardan. Kush është ai i cili damanon për Zotin Barq? Kush është ai i cili damanon për Allahun Barq? E ky melek thot, a je kon ti je kon që ki dhon për ditë Zotit, që tash na ta kthejmë ty. Subhanallah. Ndërsa meleku tjetër në dyrë të xhenetit, anën tjetër thot, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Dy melekët, njëri për të mirë, ndërsa ky tjetri thot, o Zot, jepi ati, kupenzaj ati që jep sadaka, shtoja dhe ma shumë, kupenzaja, ndërsa ati cili nuk i ka thonë, o Allah, humbja. Subhanallah, shika këta dy meleket, cilën po kemi qef na me qenë, me ato që thët kupenzaja, apo me ato të cilën Allah në rujt meleki lutët, këndër neve duke thonë, Zot, humbja pasurik.